Lista zyrtare e 23 qershorit tashmë janë bërë publike dhe njihen emrat që do të garojnë në 23 qershor. Ajo që të bie në sy në lista, kryesisht tek partitë më të mëdha në vend, është përfshirja grave në një përqindje as pak të papranueshme. Konkretisht në qarkun e Gjirokastrës, Partia Socialiste në listën e saj nuk përfaqësohet nga asnjë grua. Partia Demokratike ka përfshirë të tretën, Alie Kokalarin, e nëse shohim rezultatin e 2009-s, ku Partia Demokratike me vështirësi mori mandatin e dytë, atëherë bindesh që kjo kandidaturë është vetëm për efekt liste. Edhe LSI ka të përfshira në listën e përfaqësimit dy zonja, por që renditen në vendin e 4 dhe të 5. E njëjta situatë, përfaqësimi i gruas në politik është në të gjitha listat politike të partive në garën e 23 qershorit. Me pak fjalë, asnjë nga partitë politike nuk e merr seriozisht përfaqësimin e gruas në politik, as edhe për të plotësuar 30% e famshëm të përdorur ai shumë politikisht nga vetë drejtuesit e partive më të mëdha në vend. Instituti Shqiptar për Inovacion Social ka zhvilluar kohët e fundit një studim në lidhje me përfshirjen e grave në jetën politike. Studimi është zhvilluar gjatë muajve të kaluar. Në të janë përfshirë 1844 femra, 1142 meshkuj të grupmoshave 18 deri në 39 vjeç. Sipas këtij studimi, 85% mendojnë se gratë janë pak të përfaqësuara në politik, 75% e të pyetur dëshirojnë të kenë më shumë gra në politik, dhe ky është një rezultat inkurajues. Të anketuarit kanë thënë se do donin të votonin më shumë për gra sesa i besojnë profesionalizmit dhe kontributit të gruas në çuarjen përpara të çështjes specifike të lidhura me arsimin, shoqërinë dhe shëndetësinë. 82% e të intervistuarve besojnë se gratë janë të kualifikuara për të bërë antare të parlamentit. Në parlamentin aktual vetëm 15% e antarëve të parlamentit janë gra, ndërkohë që përfaqësojnë më shumë se gjysmë e popullsisë shqiptare. Edhe në nivel lokal, përfaqësimi i gruas është i kufizuar në 7 nga 384 krerë të njësive vendimarrëse lokale dhe me vetëm 12.4% mes këshilltarëve lokal.